Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Mbahet sot në Tiranë samiti i Komunitetit Politik Evropian. Kryeministri Edi Rama priti në tapetin e kuq në sheshin Skënderbej liderët e 47 shteteve dhe organizatave pjesëmarrëse në samit. Samiti i Komunitetit Politik Evropian po mbahet ditën e sotme në Tiranë. 47 lider shtetesh dhe qeverish nga mbar Evropa u mblodhën në Tiranë për të diskutuar mbi sfidat më të mëdha me të cilat po përballet kontinenti. Pjesëmarrës në samit janë kryeministri britanik Starmer, kancelari gjerman Merz, presidenti francez Macron, kryeministri italiane Meloni, kryeministri spanjoll Sanchez, presidenti turk Erdogan, kreu i NATO Rutte, presidenti Ukrainas Zelensky. Samiti do të bashkëdrejtohet nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Në moton Evropa e re në një botë të re, unitet, bashkëpunim, veprimi përbashkët, ky forum politik synon të thellojë bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre jashtë si një platformë e hapur për dialog. Programi i samitit nisi në orën 10 me mbërritjen e delegacioneve dhe deklaratat për media, pasuar nga ceremonia zyrtare e hapjes në orën 11 dhe fotografia familjare në orën 11:30. Argëtuese dhe surprizuese para nisjes së samitit evropian në Tiranë ishte videoja e krijuar me inteligjencë artificiale, ku liderët evropian të shndërruar në bebe përshëndesjen në gjuhën e tyre shqipërinë si vendi mikpritës. Diskutimet e samitit zhvillohen rreth 3 tryezave tematike: siguria, ndërtimi i një Evrope më konkurruese dhe të qëndrueshme ekonomikisht dhe sfidat e mobilitetit dhe fuqizimin e të rinjve. Tirana është sot qendra e vëmendjes evropiane, teksa mirëpret samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, tha Rama. Është vërtet një nder i jashtëzakonshëm për të gjithë vendin tim, për të gjithë popullin shqiptar, që t'ju mirëpres në këtë vend të gjithëve. E në këtë shtëpi të ndërtuar enkas për Komunitetin Politik Evropian në Tiranë, ku nuk jeni të rrethuar nga makthet e Europës në pikturën e rilindjes e as nga zbrastia e një hapësire të përkohshme takimesh. Jeni të rrethuar nga imagjinata e fëmijëve shqiptar për Europën. Në fakt, mbritja juaj vijon një fushat zgjedhore ku Europa ka qenë më e pranishme se kurrë, jo si një çështje që krijon dasi, por si një deklaratë e përbashkët, e pretendimi përbashkët identiteti, jo si një listë politikash, por si një përgjërim i thellë për përkatësi, jo si një grup e grumbull detyra shtëpie, por si një fat i bashkëndar. Ja pse është kaq kënaqësi që fushata u përqendrua te këto fjalë: Europë, identitet, përkatësi. E identitet fitoi më shumë se 52% të votave. Për mikun tim të dashur këtu, Kier, ishte një rezultat mjaft i ngjashëm me referendumin e Brexitit. Ideja e Europës së Bashkuar është në mënyrë paradoksale e lashtë edhe krejtere. Një prej kampionëve të saj ka qenë një francez në shekullin e 18, abati i Shën Pjetrit. Në hirin e traktatit Utrechtit pas vitesh luftë, ai parashikoi bashkimin e shteteve europiane, një vizion kurajoz, idealist i paqes përhershme. Projekti i tij përfshinte edhe bashkëpunimin me Rusinë, si edhe me Ballkanin dhe shtetet e Mesdheut. U numëruan pas ditën e djeshme në Fier kutitë e fundit për votat preferenciale. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku ja dedikoi fitoren kandidatëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi mëngjesin e sotëm se ka përfunduar vlerësimi i votave për kandidatët në listën e hapur në 12 qarqet e vendit. Në Fier, mbas ditën e djeshme, u numëruan kutitë e fundit për votat preferenciale. Drejtuesja politike i qarkut, Belinda Balluku, në një prononcim për mediat, fitoren e thellë të Partisë Socialiste ja dedikoi emrave të kandidatëve kryesor, Ceno Klosit dhe Asfloral Haxhiut, mjekut lushnjar që e vlerësoi maksimalisht, ndërsa ndjesën publike ndaj demokratëve të deputetit Luan Baçi për humbjen e thellë në këto zgjedhje e cilësoi qytetari. Për sa i përket votës preferenciale, për të thënë të drejtën, unë e vlerësoj shumë sepse tregon që kemi bërë një zgjedhje të mirë në skuadrën tonë. Vota preferenciale praktikisht në të gjithë listën është e shpërndar, por nga ana tjetër kemi sigurisht edhe vendet e para, siç është rasti i Ceno Klosit, i cili kryeson listën me mbi 16.000 vota, apo rasti i Asfloral Haxhiut, që përfaqëson pra grupin e deputetëve të Lushnjës, doktorin,
i cili ka marrë nëse zgabojmë rreth 12.000 vota, apo dhe rasti Antoneta Dhimës që është më e votuar nga femrat mbi 6.000 vota. E gjitha kjo tregon që kemi bërë zgjedhje të mira. Nuk e kam ndjekur prononcimin e zotit Baçi, megjithatë nëse e ka pranuar publikisht tregon qytetari, tregon profesionalizëm. Unë me zotin Baçi kam kohë që jam në parlament, kam respekt për atë çka ai përfaqëson, në fund të ditës përfaqëson të gjithë qytetarët e djathtë qytetit Fierit apo të bashkisë Fierit apo qoftë të qarkut. Pasi ka siguruar rreth 17.000 vota në qarkun e Fierit, kandidati më i votuar Ceno Klosi ka pohuar në një prononcim mediatik se besimin e qytetarëve do ta shpërblej me punë. Kjo është një mision tani që fillon dhe do jetë për gjithë qytetarët pa përjashtim të gjithë qarkut, sepse siç e kemi thënë më parë, ne kemi një projekt të madh dhe të vështirë për gjithë qarkun në të gjithë sektorët, do të thënë që ky qark i ka si shtylla të forta dhe tani fillon puna. Kemi arritur të krijojmë një database të gjithë problematikave që kemi identifikuar, që kanë qenë një nga pjesët e rëndësishme të planit të projektit që kemi, pra përzgjedhur shumë problematika të vogla të mesme. Gjithashtu ajo pjesa tjetër e rëndësishme që kemi punuar çike për të ndërtuar projektin e të ardhmës të këtij qarku, që është një ardhmë që duhet të shkojë paralelisht me të ardhmën e vendit që jemi drejt Bashkimit Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në forumin botëror të IDUS në Bruksel. Ai denoncoi farsën zgjedhore të 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike Profesor Dr. Sali Berisha mori pjesë në forumin botëror të IDUS në Bruksel. Ai tha se ka ardhur menjëherë për të denoncuar farsën zgjedhore të 11 majit dhe për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Berisha u takua me drejtues të IDUS dhe përfaqësues të partive të djathta nga e gjithë bota, duke siguruar mbështetje për përpjekjet e opozitës shqiptare për rikthimin e votës së lirë. Unë erdha këtu me urgjencë për të mbrojtur votën e shqiptarëve, për të paraqitur para audiencës dhe personaliteteve të pranishme në këtë forum farsën e turpshme zgjedhore të 11 majit. Dhe këtu ka një terren jashtëzakonisht të përshtatshëm, mbasi që të gjitha këto që ndodhen në 11 maj janë të parashikuara në mënyrë të plotë në rezolutën e dhjetorit të forumit të Washingtonit të IDUS. Edi Rama publikisht bleu vota, shpërndau 70 milion euro në fushat elektorale për të ble vota, duke dhënë 100 euro 48% të votuesve shqiptar që janë pensionistët sot. Bleu vota duke fal 200 milion euro kamata dhe gjoba të 10 vjeçari. Bleu euro duke autorizue mbjedhjen e miliona rrënjve kanabis në një kohë kur një rrënjë kanabis sjelltar 1.000 euro. Bleu vota duke punësuar me dhjetra mijëra qytetar, bota e krimit, si asnjëherë më parë u angazhua me të gjithë qindra milion mos miliarda euro në blerje votas në urdhra dhe nxori dhe sjell në parlament rreth 28 kandidat të financuar, të mbështetur, të garantuar prej organizatave kriminale. Berisha u shpreh gjithashtu se opozita do të protestojë pas ditën e 16 majit, ditë kur në Tiranë zhvillohet samiti i komunitetit politik evropian, pavarësisht se policia nuk ka dhënë leje. 100 gra të një fasonerie kanë protestuar mëngjesin e sotëm para godinës së Inspektoriatit të Punës në Fier, pasi janë hequr nga puna pas një sqarim dhe pa marrë pagën e plot. Ato kërkojnë përmbushjen e të drejtave dhe kërkesave të tyre. 100 gra të një fasonerie kanë dalë në një protest mëngjesin e sotëm, para godinës së Inspektoriatit të Punës në Fier. Ato kanë kërkuar një zëri të respektojnë të drejtat, pasi janë hequr nga puna pa u dhënë askush sqarime.
Ato pohojnë se një muaj më parë 50 gra të tjera janë larguar nga drejtuesit e firmës italiane me pretendimin se nuk ka më punë, duke mos u dhënë as pagën e plot sipas kontratës. Ne jemi larguar në datën 29 mars, prill, në 29 prill, na kanë larguar ato, na kanë thirrur dhe na kanë thënë që nuk ka më punë dhe nuk ka më fugon për ju dhe s'keni me çat vinin punë, se s'kishni me çat vini. Dhe kështu që do largoni, do t'i marrim lekët, do t'i mirni kur ikëm. Na tha dhe përqindjen me sa përqind kishim dalë dhe lekët do t'i mirni na than. Dhe me këtë arsye ju do largoheni nga puna, nuk na dhan as letra për të firmosur, që ti po largohesh nga puna se ke drejt të firmosësh, as një gjë. S'ke nevojë tha ta firmosësh, se i firmos të ekonomisti apo ajo tjetra. Kështu na e kanë sqaruar pjesën e punës, nuk ka më punë për ju. Si, kur ne largohemi nga puna, duhet të japim një muaj dorëheqje, domethënë duhet të lajmërojmë një muaj përpara, kurse këta ne nuk na lajmërokan dot. Dhe nuk na japin as lekët. Këto zonjat kanë vajtur sot dhe i pas kanë nxjerrë për jashtë, i pas ka shtyr ai. Fori dhe ka thënë. Po, kemi ngelur, na kanë dhënë vetëm 300.000 lekë, kur ne pagën e kishim më shumë. Ndërkohë 100 gra të tjera protestojnë për kushte të papërshtatshme në punë dhe ulje të pagesës. Sipas tyre, punëdhënësi nuk i përmbahet kontratës dhe prej një viti u mban një pjesë të pagës. Ato janë penalizuar dhe nga tatimet, sepse rezultojnë të dy punësuara dhe duhet të paguajnë dhe gjob prej 10.000 lekësh pasi firma ka ndërruar emrin. Italianin e na shkel me kam, unë jam një punëtore e hekurit, mbaj 10 kg në krah, ai thotë që ti nuk e ka për përqindjet, edhe thotë që do paguaj sipas përqindjes. Kur unë punoj na mëngjesit, na ora 7 deri në 3:30, pa pushim, ai më paguan mua me 300.000 lekë në muaj. Na ka dhënë një tablet që punëtori duhet të ikë sipas tabletit. Punëtori s'di ku ta mbaj syrin para, ta mbajte tableti apo ta mbajte makina që të duart. Ai na ofendon, na ka mbajtur rrogën, ai është një italian i quajtur Gilberto. Na ofendon e para, na thotë hafe shumë të pisa, unë nuk mund t'i them ato se jam gocë. Unë nuk vetëm në punë për të dëgjuar ata, unë vetëm për të punuar me krahë tona Itali, nuk na e ka ditur asnjëherë vlerën. Tallet. Bajtëm sot në mëngjes për punë, ai të gjithë ne donin një sqarim të vetëm, se na 8.000 lekë rruga që e kishim, na kishte çuar 18.000 lekë, ne donin një sqarim. Ai tha të gjithë ato ikin, tha, na ndoqin na puna, edhe lekët nuk po na paguan aq sa duhen ne. Kërkojmë të drejta tona, ne na shkelin me kam, nuk na japin asnjë lloj informacioni. Na në rrugën fuj. Italiani na thot fjalën nga më të ndyrë, që nuk mund t'i thuhet një mashkulli jo me femrave. Edhe puna është për çdo gjë që ti kërkon të drejtën, ai të thot dil jashtë ik. Flak në rrugë si pat keq ku ne kemi firmosur një kontratë. Nëse ajo kontratë ishte në Itali, a do ta respektonte italiani? Ne pse duhet na flakin në rrugë, ku ne kërkojmë një të drejtën tonë. Ne këtu s'kemi as një përgjegjëse, as një teknike. Si teknike, si përgjegjësit janë bërë njëshme me italianë. Kështu që nuk kemi, duam të drejtën tonë. Bile kemi dhe një gjobë për të paguar, sepse është ndruar, ka qenë në kompania Alintex, është bërë Intex, edhe nuk na kanë shkëputur nga kompania e parë, gjuhemi të dy punësuar. Edhe nuk na kanë shkëputur, duhet të paguajmë 100.000 lekë tek tatimet. Përballë kësaj situate, ato kërkojnë përmbushjen e të drejtave dhe kërkesave të tyre. Negociatorët për paqen mes Rusisë dhe Ukrainës ulën në një tryezë pas 3 vitesh në pallatin Dolmabahçe në Bosfor. Pas më shumë se 3 vjetësh, në Stamboll takohen për bisedimet e tyre të para për paqe negociatorët rusë dhe Ukrainës. Presidenti amerikan Trump ka ushtruar presion të dyja palëve për t'i dhënë fund konfliktit më vdekjeprurës në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Takimi në pallatin Dolmabahçe në Bosfor është një shenjë përparimi diplomatik mes palëve ndërluftuese, të cilat nuk ishin takuar ballë për ballë që nga marsi i vitit 2022. Por pritshmëritë për një përparim të madh tashmë të ulta u ulën edhe më tej të njëjtën kur Trump tha se nuk do të kishte hapa përpara pa një takim mes tij dhe presidentit të Rusisë, Vladimir Putin. Burimet të Ministrisë së Jashtme turke thanë se një takim me zyrtarëve turq, amerikan dhe ukrainas do të zhvillojë fillimisht i ndjekur nga bisedime mes delegacioneve turke, ruse dhe ukrainase. Putin të dielën propozoi bisedime të drejtë për drejta me Ukrainën në Turqi, por ka refuzuar një sfidë nga presidenti i Ukrainës Zelenski për të takuar atë personalisht dhe në vend të kësaj ka dërguar një ekip zyrtarësh të nivelit të mesëm në bisedime. Zelenski tha se vendimi i Putinit për të mos marrë pjesë, por për të dërguar atë që ai e quajti një delegacion dekorativ, tregoi se udhëheqësi rus nuk e kishte seriozisht përfundimin e luftës. Rusia në anën tjetër akuzoi Ukrainën se po përpiqej të bënte një show rreth bisedimeve. Rusia thotë se i shehatosi një vazhdim të negociatave që u zhvilluan në javët e para të luftës në vitin 2022 gjithashtu në Stamboll.
por kushtet në diskutim atëherë kur pushtimi i Ukrainës ishte në fillimet e tij ishin thellësisht të pafavorshme për Kievin. Ato përfshinin një kërkesë nga Moska për shkurtime të mëdha në përmasat e ushtrisë së Ukrainës. Me forcat ruse që tani kontrollojnë gati 1/5 e Ukrainës, Putini është përmbajtur kërkesave të tij të hershme që Kievi të lëshojë territor, të braktisë ambicjet e tij për antarësimin në NATO dhe të bëhet një vend neutral. Ukraina i hedh poshtë këto kushte si të barazvlefshme me kapitullimin dhe kërkon garanci për sigurinë e saj në të ardhmen nga fuqitë botërore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.